41 mësime urtësie nga një grua 90 vjeçare, Regina Mbret. Për nder të ditëlindjes sime të 90, mendova të ndaj me ju disa nga mësimet më të rëndësishme që jeta më ka dhënë. Këto fjalë janë shkruar me zemër dhe shpirt pas shumë vitesh përvojë, lotë, buzëqeshje, gabime dhe fitore. Ndoshta nuk janë receta për jetën perfekte, por janë copëza urtësie që besoj që secili prej nesh mund t'i ndjej thellë në shpirt. Dëgjojini me kujdes dhe riktheuni tek këto her pas here, sepse jeta është një dhuratë edhe kur nuk vjen e mbështjellë me fjongo. Jeta nuk është gjithmonë e drejtë, por mbetet gjithsesi një mrekulli. Edhe mes dhimbjes, ajo fshe bukuri që presin të zbulohen nga ata që guxojnë të jetojnë me shpirt të hapur. Kur je në mëdyshje, mos u step, hidh vetëm hapin e radhës, sado i vogël të jetë, edhe udhëtimet më të mëdha nisin me një hap të vetmuar dhe të guximshëm. Koha fluturon, jeta është e shkurtër, mos e vono lumturinë, shijo çdo moment sikur të jetë i fundit. Mos e humb në pritje një të nesërme që s'mund të vijë kurrë. Kur të sëmurësh, nuk do të jetë shefi ai që të mban dorën, janë ata që të duan pa interes, miqt, familja, njerëzit e shpirtit. Borxhi të lidh, liria vjen kur kartat e kreditit janë të paguara. Mos I jep parave pushtet mbi paqen tënde. S'ka rëndësi të fitosh çdo debat, rëndësi ka të mos humbasësh veten, e vërteta nuk ka nevojë të bërtas për të dëgjuar. Lotët e ndarë me të tjerët shërojnë më shumë se lotët në heshtje. Mos e mbaj dhimbjen brenda, ndaje me dikë që të do. Mendo për të ardhmen, por vepro tani. Fillo të kursesh nga paga jote e parë, jo e fundit. Plakja vjen më shpejt se mendon. Kur vjen puna te çokolata, dorëzohu, ka kënaqësi që nuk duhen mohuar, janë ushqim për shpirtin. E kaluara ka ndodhur, mos e lër të helmoj të tashmen, pajtohu me të, mëso prej saj, pastaj lëre të ikë. Lejoj fëmijët të shohin të dobët. Kjo u mëson atyre që ndjeshmëria është forcë, jo dobësi. Mos u krahaso me askënd. Nuk e di sa plak fshe buzëqeshja atyre. Të gjithë luftojnë për betejë që s'duken. Nëse duhet ta fshesh një marrëdhënie, ndoshta nuk duhet të jesh në të. Dashuria nuk rritet në errësirë. Kur gjithçka duket shumë, ndal, merr frymë thellë, qetësia është çelësi I kthjelltësisë. Rrëmuja dhe sendet pa vlerë janë ngarkesë për shpirtin. Pastro hapësirat që të pastrosh dhe mendjen. Gjithçka që nuk të vret të forcon, edhe nëse zgjedh të mësosh. Dhimbja është mësues I ashpër, por I drejtë. Nuk është kurrë vonë për të qenë I lumtur. Lumturia nuk varet nga koha, varet nga ti. Mos prano jo kur zemra thot po. Lufto për ëndrat e tua, askush tjetër nuk do ta bëj për ty. Përdori gjërat e bukura tani. Vishje rrobat që të gëzojnë. Sot është një ditë e veçantë, jo një ditë e largët. Përgatitu mirë, puno fort dhe më pas lëre jetën të surprizojë. Kontrolli është I dobishëm, por besimi është I shenjtë. Ji vetvetja pa frikë, mos prit të plakesh për të guxuar të jesh ndryshe, e çuditshmja është bukuria në veprim. Truri është organi më erotik që kemi. Bukuria e mendimit është joshja më e thellë. Askush nuk e mban përgjegjësinë për lumturinë tënde. Nëse e kërkon jashtë vetes, ti do mbetesh gjithmonë bosh. Nëse të duket fundi I botës, pyet veten, a do të ketë rëndësi kjo pas 5 vitesh? Shpesh dramat tona janë të përkohshme. Zgjidh jetën, edhe kur është e vështirë, edhe kur dhëmb, sepse alternativa është të ndalosh së jetuari pa vdekur. Fal.
për paqen tënde, për mos harro përmençurinë tënde. Kujtesa të mbron, zemra të çliron. Miratimet e të tjerëve nuk janë puna jote. Çlirimi më i madh është kur nuk ke nevojë për miratim. Koha nuk shëron gjithçka, por shëron gjithmonë në kohë. Duhet durim dhe besim. Gjithçka kalon, e mira, e keqja, dhimbja, gëzimi. Jeta është një rrjedh, mos u kap pas asgjëje. Mos e merr veten aq seriozisht, askush tjetër nuk e bën. Shijo budallallakun, sepse në të fshihet gëzimi. Besoj mrekullive, jo vetëm në libra, por në jetën tënde. Ata ndodhin për ata që besojnë. Mos u bëj spektator i jetës, dil në skenë, ndriço, fajsohu, qesh, lëshoje veten. Plakja është një dhuratë, mos e mallko, sepse tjetra është të mos jetosh fare. Fëmijët kanë vetëm një fëmijëri, mos u ahum mendëtim, punë apo telefona, lëri aty, të rriten ngadalë. Në fund të jetës, s'ka rëndësi sa pasuri ke, por sa shumë ke dashuruar, vetëm dashuria mbetet. Çdo ditë dil jashtë, shih qiellin, ndje erën, dëgjo zogjt, mrekullitë janë kudo, nëse ti i vere. Po t'i shihnin problemet e të tjerëve, do mbanin tonat me mirënjohje. Çdo kush ka barrën e vet, edhe nëse s'dallohet. Zilia është humbje kohe, vlerëso atë që ke. Tani, ky moment vlen më shumë se sa e mendon. E bukura nuk ka përfunduar, e ardhmja ruan gëzime që si ke imagjinuar ende. Kur ndihesh i lodhët, i zbrazët, pa dëshirë, ngrihu, vishu, tregoje veten botës. Vetë veprimi jot është fitore. Jeta nuk është gjithmonë e zbukuruar si dhuratë, por është dhuratë gjithsesi, dhe ne jemi me fat që jemi këtu. Të nderuar miq, kjo video disa minutëshe është bazuar në jetën disa dekada të Regina Brett. Çdo mësim është një perlë e vyer. Mbajini se do të na duhen në udhëtimin ton në këtë botë. Ju falenderojmë që jeni pjesë e kanalit ton. Ju lutem bëni share videon në mënyrë që shumë njerëz të mësojnë nga videot tona. Ju falenderojmë për kohën tuaj, do të shihemi në videon e radhës.